Selam aleikum xhamat. Këtu jam te Herta Kic, ju morr me djalë temë me boj iftar, po du për 1 minutë më jam shpjegu shumë arsye pse ja vlen me boj iftar në Herta Kic. Hajde. Pore, që e ki xhamin me prish, domethënë iftarin edhe me fal namazin, e tani me shku aty me zgjidh menyn edhe me këshyr sa me hangër. Domethënë që fal meny është, lira, të mira, domethënë bolla më të mushta avalina. Muhamedi jam e ka një surprizë të bukur. Më thonë që të këndi lojnave, ma i nuk e den halo se ka po këtë pjesë, që tash pas pak mushet këtë në vakt iftarit. Mase e bënë në përësin, tash është vakti për aksham, pra me pole akshamin e herë, e tani me ju gjujt bukës. Saluja! Tash na shkojnë atë pjesa ku e pina çajin rahat. Nëse dikush e ka marrë për shembull edhe gruan me vete, këtë mund me hi gratë me blezë sende për shpe, tesha, e të jetë. Shopana e konga çajin kur ta pish aman aman, s'tia pak limon. Tak. Më thonë djallin e rato atje, me pas grojë ratën e anej, ravanin, halo se kërkova, veç me çaj pianisi. Më bëfte mire, edhe juve nëse jeni të pi, faleminderit. Sa që është koha për me shku, zotim një vërë do të me marrë djallin të shpi lojave, shola më i me qitë. Ama vjen një loj. Nëse ta bleja vjen? Po. Hërme? Hajtë. Wow, saluja! Hjeka edhe këtë deri sa ja zgjidhi lojën, se për dyshës kësha mujtë me qitë për jashtë, por shoqërisht që Herta Kic ka dhe çdo mundësi për me marrë një kujtim me veti, një lojë me veti. E thash po shkojnë atë drejtën xhamin.